Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadithin e sotëm e transmeton një sahabi i quajtur Malik ibn al-Huwairith. Maliku ka qenë djalë i ri, kur e ka pranuar Islamin, fisi i tij kanë jetu jashtë Medinës ose me një distancë caktuar prej Medinës, edhe ajo përshkruan një udhëtim interesant, thot kemi ardhur prej fshatit ton ose prej vendbanimit ton, një grup djelmoshash të ri. Kemi ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sapo e kemi pranuar Islamin dhe kemi qëndru te pejgamberi alaihi salatu wasallam 20 ditë për me mësu për fe. Domethënë kanë pranuar Islamin, s'kan ditë kur gja, edhe kanë ardhur me mësu te pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe kanë qëndruar në prezencën e tij 20 ditë në Medinë. Thot kur na pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kemi filluar me u mërzit, na pyeti kon e keni lënë te shtëpia dhe na filluam me i tregu. Dikush nanën e babën, dikush veç babën, dikush kaç vllazni, kaç motra, e kështu me radhë. Thot fe wajadnahu rafiqan rahima. Dhe thot s'kemi pa njeri më të butë, më të mëshirshëm, e më të dashtun se sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe si rrjedhoi e asaj dhe mshuriet dhe mshire që tregoi për neve, tha shkoni pra te shtëpia se boll keni nejt, edhe boll keni mësu. Kur të shkoni te shtëpia atje në vendin e juj, ju tash jeni disa djelmosha që keni mësu me gjithatet diçka, shkoni tash këto që i keni mësu këtu te on, ja u përcillni familjarëve tuaj edhe bashkëshatarëve tuaj. Urdhrojeni në punë të mira, e ndalojeni nga e keqja. Thot faluni kur të vjen koha e namazit. Faluni, pra faluni së bashku. Se ju ka thonë faluni, po udhëzimi ma vonë, na jep me kuptu që ju ka thonë faluni me xhamat, ka thonë felju edhin ahadukum walja ummakum akbarukum. Ezanin le ta thirr njëri, cili do prej juve, ndërsa kur vjen koha me dal imam, le del imam kush prej juve është më i madhi. Që to përfundon hadithi. Në një verzion tjetër, ka ardhur edhe një shtojc në këtë hadith, një udhëzim shtesë, një fjali shtesë, që ju ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sallu wa sallu kama ra'aytumuni usalli, dhe faluni ashtu qysh keni pa mu duke u falë. Çto përfundon hadithi padyshim që është sahih, për shkak se jemi duke i trajtuar hadithet e Buhariut me një përzgjedhje, domethënë jo me rand gjithsesi. Kjo ardhja e këtyre djelmoshave prej atij vendi në Medinë ka ndodhur dikur vonë, si duket mas çlirimit të Mekës, kur kanë filluar njerëzit prej viseve të ndryshme me e pranu Islamin masovikisht. Edhe kanë filluar me ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me e pyet, ose kanë delegu, pra pe vendeve të ndryshme, kanë delegu njerëz, shkoni çto janë pyetjet tona, merrni qartësime ose sqarime për to. Ndërsa këta djemt, domethënë është rasti i vetëm ose prej rasteve të rralla që kam lexuar dhe kam dëgjuar, që kanë ardhur një grup djelmosha të ri, thjesht kanë ardhur me synim me nejt edhe me mësu për fen të cilën sapo e pranuan, pjesëtar të cilës sapo u ban, erdhën me mësu drejt për drejt prej pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe padyshim që ata e kanë pas një zell, një vullnet, po duke qenë se ishin djelmosha të ri, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vrejti që ishte një mësues shumë i veçantë, e vrejti mërzin ose mallëngjimin në sytë e tyne për familjarët që i kishin lënë mrapa, edhe nuk deshti që me i majt ma gjatë të mallëngjym. Për arsye se njeriu mëson duke pas vullnet, mëson duke pas një disponim pozitiv. Mirë, po nëse ka mallëngjim, ose ka pikëllim, ose ka kështu,
atëherë ndoshta edhe i bëhet pak më e vështirë me mësu. Kjo ngjarje na jep me kuptu se udhëtimi për me marrë dituri o kon pothuajse i ligjshëm edhe i preferum në të gjitha etapat e historisë njerëzore. E dim udhëtimin e Musait alayhi salatu wasalam për me taku Khidrin alayhi salam. Do thonë o dasht me hec, derisa e ka taku sipas udhëzimit që Allah i madhruar ja ka bë. Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë udhëtu, sigurisht se rasti i këtyre djelmoshave. Sahabët kanë udhëtu mas ndej dhe mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për me kërku dituri. Andaj besimtari e konsideron veten përveç të nevojshëm edhe të etshëm, e konsideron veten edhe meritor për dituri, edhe kudo që e din se është dituria, ai në një mënyrë e ka të preferuar me ecë për me arrit dituri. Dhe kjo tema e kërkimit të diturisë në Islam është temë e njohur edhe e strukturuar, e rregulluar me argumente dhe me dëshmi të ndryshme. Në anën tjetër e kuptojmë edhe se sa i mëshirshëm, e sa i mirë, e sa i kujdesshëm ishte pejgamberi alayhi salatu wasalam për ummetin e vet, edhe si e vrejti mallëngjimin e këtyre djelmoshave, hala pa ju anku ata. Kërkush prej tyne nuk i ka thonë, ja Rasulullah, po na jep lenja 2 ditë, 3 ditë kthehem te shtëpia se na ka marrë malli, po ai vet, ai i bekum alayhi salatu wasalam, i ka pyet, "Kone keni lënë te shtëpia?" Për e fillu biseda. Edhe ata kur kanë tregu kush kanë kalon në familjet tyne, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, "E po mjaft keni nejt këtu, mjaft keni mësu, ktheuni te familjet e juaja, edhe këtë që e keni mësu përcilleni tek ata." Këtu e kuptojmë pastaj se njeriu kur din diçka, atë është i obliguar me përcill tek ata që nuk e din. Kur njeriu mëson vlerat e Islamit, ato vlera do të me i përcjell, do të me promovu punë të mira, do të me tërheq vërejtjen prej punëve të këqija, për arsye se pikërisht kjo ishte porosia e pejgamberit alayhi salatu wasalam për këta djelmosha. Edhe ajo që pastaj u dha si udhëzim konkret, e që në të vërtet është i rëndësishëm, është shtylla kryesore, konkrete e Islamit që është namazi, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha dhe faluni. E faluni nuk ishte thjesht veç për me ju tregu se do të me u fal, po ishte udhëzim që me u fal me xhamat. Për arsye se kur ju tha faluni, ju tha kur të vi koha e namazit, njoni le të thirrë ezanin, e njoni më i madhi për juve në moshë le të bëhet imam. Pra, kjo është dëshmia se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përveç ja u ka mësuar namazin, një transmetim tjetër të këtij hadithi ka ardhur se ja u ka mësuar edhe kohët. Kur të vjen kjo kohë kështu e falini drekën, kur të vjen kjo kohë kështu e falini ikindin, e kështu me radhë. Këtu në hadithin që e cituam përmendet më shkurt, faluni le të thirrë ezanin ndonjëri prej juve. Thirrja e ezanit nuk është pjesë përbamëse e rukn i namazit, në kuptimin që nëse nuk thirret ezani dhe është fal njëri, namazi është i pavlefshëm. Jo. Edhe nëse nuk thirret ezani, namazi është i vlefshëm. Mirë po, ezani është simbol prej simboleve të Islamit. Pavarësisht peshës së ezanit, peshës juridike të ezanit, thirrja e ezanit është një gjë shumë me rëndësi për arsye se është pjesë e identitetit të Islamit. Po ezanin e thirr cili do. Në hadithin i javës të kalume ose para asaj, domethënë kemi përmendur nëse ju kujtohet sikur ta dinin njerëzit çfarë vlere ka ezani dhe safi i parë, kishin bo gara kush po arrin i pare, nëse s'kishin gjetë mundësin tjetër veç se me qitë shartë, kishin me qitë shartë. Pra me thirrë ezanin ka vlerë. Po me gjithatë s'ka ndonjë kriter kush e di çfarë që me thonë do të me konë shumë i ditun ose kështu me radhë, edhe pse thirrja e ezanit i ka rregullat e veta, e ka bukurinë e vet, e ka besa edhe kërkesën që zani i atij që e thret ezanin me konë i bukur, tu bazu në historinë e ezanit kur e kanë pa ëndrrën, që i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mësojani çato fjalë që i keni pa ëndrrën, mësojani Bilalit se Bilali e ka ezanin e bukur.
Do thonë ezanin do të me e thirë, mes tjera është ai që e ka ezanin e bukur. Po si do të qoftë, kush do që e thirë në rregull ashtë. Kur vjen puna te namazi, kush me prin namaz, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka thonë, më i madhi prej juve, let ju prin namaz, let dal imam. Në një hadith tjetër qëndron se njerëzve do të më ju prin namaz ai që është më i dituni, sidomos te Kur'ani, ai që është më i dituni për Kur'anin. Këtu ju ka thonë më i madhi, për çfarë arsye? Për arsye se ata të gjithë janë kanë djemtri të përafërt, ndonjëri prej tyre ka qenë pak më i vjetër, në i muj ose në i vit, pak, po ju ka thonë let ju pri më i madhi për arsye se ata në dituri janë kanë të barabartë. Si me thonë ata të gjithë janë kanë shokët një klase. Jenë ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për një herë, mas pare e kanë pranuar Islamin për një herë, jenë ardhur për një herë, kanë qëndruar në njëjtën kohë dhe dija e tyre ka qenë e barabartë, dhe në bazë të asaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thonë atëherë këqyrni moshën. E kjo i bie që në dy rregullat kryesore ose në rregullat kryesore se kush do të më i pri një xhamati kur të bëhet me u fal në xhamat, është ai i cili është më i dituni në Kur'an, nëse janë të barabartë, për shembull, janë 3-4 persona që e din xhuzin amme ose që i din 2 xhuza të Kur'anit ose kështu me radhë, atëherë do të më këshyr cili prej tyre e njeh më mirë traditën profetike, rregullat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po nëse dha aty duket se janë të barabartë, atëherë këshyret cili prej tyre është më i madh në moshë, qoftë edhe për ditë ose kohë të caktuar të shkurtra, për arsye se megjithatë do të më ekzistu te prirja në namaz, te imamllokun në namaz do të më ekzistu një farë autoriteti, nga se është përgjegjësi e cila do të më u marrë seriozisht, jo me komplikime, jo me komplekse, po megjithatë do të më u marrë seriozisht. Edhe ajo pjesa, ajo shtojca që e përmenda, o sallu kema ra'aytumuni usalli, dhe faluni ashtu që shumë keni pa mu duke u fal, realisht është udhëzimi ose udhërrëfyesi më konkret në temën e namazit, në temën e formës së namazit. Qysh me u fal që ashtu që u fal pejgamberi alayhi salatu wassalam, për arsye se ai është frymëzimi ynë edhe ai është udhërrëfyesi ynë. Kaq ishte sa i përket këtij hadithi. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.